E qartë, zoti Quni, që në datë 10 shkurt, një ditë pas zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, zoti Abdi Xhiku tha LDK është në opozit. Megjithatë kanë kaluar një muaj e gjysmë nga mbajtja e zgjedhjeve, ka ende kohë deri në certifikimin zyrtar edhe pas ankimeve për certifikimin e rezultatit final të këtyre zgjedhjeve. Si është pozicionuar LDK, se shumë flitet edhe për negociata të fsheta, larg syrit të publikut, flasim dot për një bashkëpunim LVV-LDK për të formuar qeverinë e re, që do të ishte një qeveri stabile, pra për të mos e detyruar vendin që të shkojë përsëri në zgjedhje vitin e ardhshëm përpara se të zgjidhet presidenti i ri, apo jeni më shumë për një qeveri të opozitës, të partive opozitare? Sa shanse ka kjo që të ndodhë? Qëndrimi në ka qenë publik. Tani këto teori që ngritën për bisedimet të fshehta, teori të ndryshme, konspiracioni e tjera nuk qëndrojnë, se paku në natyrën e lidhjes demokratike të Kosovës dhe leadershipit të saj është që jetë transparente dhe llogaridhënëse ndaj gjithë qytetarëve të Kosovës, në veçanti të atyre që e mbështesin lidhjen demokratike të Kosovës. Edhe takimet që kanë ndodhur me personalitetet të ndryshme të partive të ndryshme janë takime transparente për të cilat edhe kryetari Abdi Xhiku është deklaruar, por edhe ne bashkëpunëtorët e tij do të shohim si një proces shumë i natyrshëm. Janë zhvilluar bisedimet me leadershipin e Partisë Demokratike të Kosovës, po ashtu edhe të aleancës me Armërinë e Kosovës. Po janë takime me tema shumë generale, asgjë specifike dhe asgjë konkrete. Është ngritja e shqetësimeve se si do duhet të sillemi si parti politike karshi obligimeve që do duhet të i kenë partit politike në të ardhmen. Në raport me vetëvendosjen, ne nuk kemi pas asnjë kërkesë, asnjë thirrje, asnjë kontakt që të zhvillojmë spaku një bisedë, themi, shumë generale për të ardhmen, apo si do duhet të ndërtohej qeveria, formati saj e tjera. Pra ju nuk keni vija të kuqe për Albin Kurtin. Nëse do t'ju vi një ftesë apo një kërkesë edhe për të ulur në negociata, do të pranonit? Një gjë duhet me pas parasysh. Nuk është në natyrën e lidhjes demokratike të Kosovës me ngrit vija të kuqe. Veçanti vijat e kuqe në mes të partive politike shqiptare. Do thotë thirrja jonë, po ashtu edhe thirrja e kryetarit Abdi Xhikut gjatë paraqitjes së tij gjatë fushatës ka qenë gjithje për bashkimi, për afrimi, pajtimi, për gjërat madhore nacionale e tjera. Por ekziston vija kuqe. Vija kuqe, jo vija kuqe, po është një hendek i madh, është muri i Kinel, të cilin e ka ndërtuar leadershipi i vetëvendosjes karshi partive opozitare në veçanti me lidhjen demokratike të Kosovës. Do thotë ne kemi një përvojë të bashkëqeverisjes me vetëvendosjen, edhe dim shumë mirë, do thotë në për të cilat Gracka dhe përvoja të ndryshme kemi kaluar me vetëvendosjen, përfitimin e saj duke kapitalizuar nga ky partneritet me votën e elektoratit, por puna performanca gjatë një mandati 4 vjeçar, deri tek dita kur shpallen rezultatet në ndikimin e deliriumit adrenalinës, kur ato dhe na ofendojnë duke na krahasuar me kafshë, do thotë vija kuqe është ngritur nga leadershipi i vetëvendosjes. Tani si do të veprojë në të ardhmen ky leadership që të zhduken këto pengesa në mes të partive politike është në dorën e zotit Kurti, në dorën e bashkëpunëtorëve të tij. A do të munden ata me marrë forcën, me kërku falje, a do të tregon të sinqert për proceset që e presin Kosovën,
që ka nevojë për partneritet me ndonjërin prej nga partive politike e cila do të ule të bashkëbisedoj edhe në konditat e ndryshme të ndërtojnë një qeveri e cila pastaj merr përgjegjësitë e vet. E qartë.